Një vajzë ka detyruar familja të martohet me 27 vjeçar dhe ajo nuk e don atë, më don vetëm mua. Si t'ja bëja goca, si të veproj ti se është zgjidhja më e duhur. Po përderisa është martuar vëlla, kam frikë se je ti i fiksu kot. Sa e po se desh ndahet me atë, po nda me atë, kërkoje ti dorën e asaj. Ama më qef vetë, me burr vetë e martu, më do mu, thot ky. Se e ka detyru familja, po ku e di ti? Se e ka detyru familja, për shembull? Ose familja mund të ketë ushtruar çik presion. Për shembull që s'ke për ta marrë, por ke për të marrë këtë. Nëse kur është martuar me këtë, i ka shiju. Ti tani thon do mu. Po të deshi ty të ndahet me këtë baftjarin që ka për momentin. Po u nda me këtë me letra, me gjyqje, me të gjitha. Edhe prapë të do ty, le të vi tek ti.